Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ka përfunduar numërimi i votave preferenciale të diasporës për kandidatët e qarkut Gjirokastër. Edhe në këtë proces, kandidatët e Partisë Socialiste nga lista e hapur, Tërmet Peçi dhe Piro Dhima, kanë qenë më të votuarit. Të gjithë ata që vizitojnë bukuritë natyrore të malit të Çajupit nuk mund të mos lënë jashtë vëmendjes edhe një vizitë në fshatin e Rind. Fshati që dikur zhvillonte bujqësinë dhe blegtorinë, sot po orientohet drejt agroturizmit. Gjirokastra, qyteti muze dhe pasuri e kulturës botërore në UNESCO, e cilësuar si mbretëresha e turizmit shqiptar, po prete përcjell çdo ditë vizitor nga e gjithë bota. Operatorët turistik po promovojnë paketa turistike, ndërkohë që bashkia ka nisur punën për organizimin e aktiviteteve artistike. Qendra Kulturore Fato Berberi vazhdimisht organizon aktivitete për promovimin e traditave të pasura të Gjirokastrës dhe transmetimin e tyre në brezat e rinj. Këtë herë ishin fëmijët e rretheve jashtëkollore të ciceronëve të vegjël dhe gjuhës angleze që zhvilluan një aktivitet të përbashkët në mjediset e Muzeut të Luftës së Ftohtë. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama, njëherë kryetari i Partisë Socialiste, ka falenderuar diasporën shqiptare për mbështetjen në zgjedhjet e 11 maj që i dhanë mazhorancës socialiste një mandat të 4 qeverisës. Rama në një mesazh në rrjetet sociale thekson se kjo fitore mbart një mesazh të fuqishëm për objektivin kombëtar të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Një falenderim krejt të posaçëm për shqiptarët që nga Greqia, Italia, Amerika e çdo anë e Europës dhe botës ju bashkuan trenit të fitores duke e bërë atë edhe më domethënës, jo thjesht për nga numrat, por në radhë të parë për nga mesazhi i fuqishëm i shumicës së tyre dërmuese. Kryeministri theksoi se ky besim i ripërtërir do të shërbejë si një shtyse mëtejshme për angazhimin drejt objektivit kombëtar, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ky mesazh do të na bëjë edhe më të përkushtuar për Shqipërinë 2030 në BE, nënvizoi Rama. Ka përfunduar numërimi i votave preferenciale të diasporës për kandidatët e qarkut Gjirokastër. Edhe në këtë proces, kandidatët e Partisë Socialiste nga lista e hapur, Tërmet Peçi dhe Piro Dhima, kanë qenë më të votuarit. Peçi ka mundur të marrë 1881 vota, ndërsa Dhima me 1562 vota. Qarku i Gjirokastrës do të çojë në Parlamentin shqiptar 4 deputet, 3 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Partia Demokratike. Procesi numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë për kandidatët e votimit preferencial në lista hapur ka përfunduar për qarkun e Gjirokastrës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë edhe në këtë proces. I pari në listë me më shumë vota është Tërmet Peçi me 1881, i ndjekur nga Piro Dhima me 1562, Anila Dimitri me 898 dhe Shqyqyri Hysi me 391 vota, ndërkohë që nga Partia Demokratike kryeson Almakore me 318, Arben Ristani me 270, Bajram Hysa me 125 dhe Mariklen Dervishi me 86 vota. Në rang qarku në Gjirokastër, Tërmet Peçi rezulton kandidati më i votuar në listën e hapur të Partisë Socialiste, duke siguruar bashkë me votat e diasporës 11.349 vota. I dyti renditet Piro Dhima me 8.464 vota. E treta është renditur Anila Dimitri me 4.190 dhe në vend të fundit të Shqyqyri Hysi me 2.762 vota. Në listën e hapur të Partisë Demokratike renditja është kjo: Almakore 3.887, Arben Ristani 3.151, Mariklen Dervishi 2.087 dhe Bajram Hysa 1.624. Vota e diasporës nuk solli ndryshime në rezultatin e qarkut Gjirokastër, por ruajti rezultatin e shpallur me votën e banorëve të qarkut. Përfundimisht, mes 140 deputetëve të Parlamentit shqiptar, qarku i Gjirokastrës do të përfaqësohet nga Mirela Kumbaro, Tërmet Peçi, Piro Dhima nga Partia Socialiste dhe Tritan Shehu nga Partia Demokratike. Në qarkun e Gjirokastrës në datën 11 maj u votua për të zgjedhur drejtuesit e rinj të Parlamentit shqiptar. Në listat e votimeve ishin të regjistruar 100
114.399 nga të cilët votuan 40.779 zgjedhës në 198 qendra votimi, ndërsa nga diaspora të regjistruar në platformën PER rezultuan 8.486 nga të cilët votuan 6.926. Në rezultatin final në qarkun e Gjirokastrës bashkë me votat e diasporës të numëruara tashmë kemi 29.685 vota për Partinë Socialiste dhe 12.499 për Partinë Demokratike, ndërsa si forcë e tretë renditet koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 1.869 vota. I gjithë procesi zgjedhor në qarkun e Gjirokastrës kaloi qetë dhe pa incidente, duke treguar edhe një herë qytetarin dhe kulturën që përcjell qarku i Gjirokastrës. Të gjithë ata që vizitojnë bukuritë natyrore të malit të Çajupit nuk mund të mos lënë jashtë vëmendjes edhe një vizitë në fshatin Erind. Fshati që dikur zhvillonte bujqësinë dhe blegtorinë sot po orientohet drejt agroturizmit. Në fshatin Erind pranvera sjell jo vetëm gjallërim, por edhe punë të pandalur për banorët. Familjet merren me bujqësi, blegtori dhe përgatitjen e produkteve tradicionale që i kanë trashëguar brez pas brezi. Në këtë stin punët në ara dhe kujdesi për bagëtit janë pjesë e përditshmërisë. Gra dhe burra punojnë tokën dhe përgatisin produkte bio që ruajnë shijen e natyrës. Tani është sezon pune, tani billen perimet, spërkatje të rrushi, çdo lloj peme tani ka kohën e saj për spërkatje. Për moment tani vjet domatja, speca, paxhania, barbunjat. Të gjitha punët janë, jo mbjell specën, patërgjanin, të gjitha frukt, jo dhe spinaqet dhe tani. Janë mbjell, misri është mbjell, fasulja është mbjell, po mbjellet prap. Baron një sezon, e mbjellim prap, si pas stinës. Kush me grur, me misër, me jonsh. Shumë nivoj, ka mbjell vreshta, ulli. Vetëm pa kilometra larg fshatit Erind ndodhet fusha e Çajupit, një destinacion që çdo vit tërheqë dhjetra turistë vendas dhe të huaj për bukuritë e saj natyrore dhe shumë prej tyre ndalojnë edhe në Erind. Banorët e Erindit e shohin gjithnjë më shumë agroturizmin si një mundësi për të mbajtur gjallë fshatin e tyre. Me pak mbështetje dhe promovim, ata janë të gatshëm të hapin dyert e shtëpive të tyre për vizitorët, të ofrojnë ushqim tradicional, produkte të zonës dhe eksperjenca autentike të fshatit. Po e përgjithse është klima të parë, është qetësia, ujtë, vinë ata bëjnë kurështar. Pa është që s'kemi zdim gjune të konikëmi të apërin, shikojnë, bëjnë. Vinë, kthehen, ka dhe raste dhe flën aty, kush ka makina. Është fshat me ajër, me si më ngonë gjësë si fshat. Që ku dhe ndemër, e kanë fjetur, dhe ka makinat e kanë fjetur. Dëshira për të sjellë jetë dhe zhvillim në këtë zonë është e fortë dhe Erindi i vendosur në zemër të natyrës ka gjithçka që i duhet për të qenë një ndër pikat më tërheqëse të agroturizmit. Kalendari turistik i eventeve verore edhe këtë vit vjen i harmonizuar në aplikacionin TEA Turizm Event Sof Albania. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ftoi sot të gjithë ta instalojnë këtë aplikacion për të mos humbur asnjë nga aktivitetet turistike që zhvillohen në vend. Nga veriu në jug, arti dhe aktivitetet turistike e kulturore nuk ndalen. Nga Tirana në Presp, nga Shkodra në Gjirokastër, festivale, ekspozita, teatr, muzik që harmonizohen në një kalendar plot jetë që sjell në skenë shpirtin krijues të artistëve shqiptar dhe ndërkombëtar, tha Kumbaro. Ministria Kumbaro ndau gjithashtu disa nga aktivitetet që do të zhvillohen gjatë muajit maj në qarkun e Gjirokastrës, duke nisur nga edicioni 4 i konkursit ndërkombëtar Tempo, që do të mbahet në Gjirokastër nga datat 22 deri në 25 maj. Vjosa në Fest nga datat 23-24 maj, Vjosa Art në datat 21-31 maj e të tjerë. Duke i bërë apel qytetarëve të instalojnë aplikacionin, Kumbaro u shpreh se nëpërmjet TEA udhërfyesit të aktiviteteve në përgjithë Shqipërinë përjetoni më të mirën e ngjarjeve kulturore dhe artistike. Aplikacioni TEA, i vetmi udhërfyes digital i Shqipërisë turistike, është një shembull i shkëlqyer se si teknologjia mund të përdoret për të përmirësuar dhe modernizuar përvojën turistike, duke ofruar informacion të shpejtë, të saktë dhe të përshtatur për turistët. Që nga lançimi i tij, ky aplikacion nuk ka mundësuar turistëve të kenë një përvojë më të pasur dhe të lehtë në eksplorimin e destinacioneve turistike të vendit.
Gjirokastra, qyteti muze dhe pasuri e kulturës botërore në UNESCO, e cilësuar edhe si mbretëresha e turizmit shqiptar, po prete për përcjell çdo ditë vizitor nga e gjithë bota. Operatorët turistik po promovojnë paketa turistike, ndërkohë që bashkia ka nisur punën për organizimin e aktiviteteve artistike. Edhe këtë sezon veror, kalendari i eventeve kulturore ka një larmishmëri të madhe. Jemi në mes të pranverës dhe vizitueshmëria në qytet po vijon me ritme të qëndrueshme. Rrugicat karakteristike, monumentet historike dhe mikpritja lokale vijojnë të tërheqin turist nga brenda dhe jashtë vendit ose grupe të organizuara udhëtar individual. Pra pranvera ka sjellë gjallëri në këtë zonë që mbetet një ndër destinacionet më të preferuara në jug të vendit. Aktualisht, nga të dhënat e marra nga Drejtoria e Turizmit në Bashkinë Gjirokastër nga muaji janar e deri tani, është vizituar nga mbi 60.000 turist. Kemi patur një curi të suksesshme të turizmit, të cilat vazhdon në të njëjtën ritëm. Kemi filluar që nga fillimi i sezonit të themi të vitit 2025, kemi rreth 60.000 turistë që kanë vizituar. Numri më i madh vazhdon të regjistrohet gjatë fundjavës, por shikojmë që ka edhe një ecuri goxha të lartë gjatë javës. Gjithashtu, për të gjallëruar zonën muzeale në vijim është përgatitur edhe një kalendar i larmishëm aktivitetesh. Aktivitete kanë qenë të shumta si kulturore, artistike, koncerte, shfaqje teatrore, shfaqje filmash, panaire. Natyrshëm aktivitetet do të vijojnë me të njëjtën ritëm. Ndërsa pranvera vijon të sjellë vizitorë në qytet, strukturat vendore mbeten të angazhuara për të garantuar një sezon të suksesshëm me natyrën, historinë dhe mikpritjen që e karakterizojnë. Ky destinacion mbetet gjithmonë i veçantë për t'u zbuluar. Kalaja e Gjirokastrës në këto ditë pranvere vazhdon të jetë një ndër monumentet më të vizituar për turistët vendas dhe të huaj. Fluksi turistëve krahasuar me një vit më parë është tepër i lartë, ku vetëm në këto 20 ditë të muajit maj, ky objekt i trashëgimisë ka mirëpritur 21.700 vizitorë. Kalaja e Gjirokastrës është kthyer në një ndër atraksionet më të veçanta dhe më të vizituara, jo vetëm nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj të cilët e kanë kthyer në një gujtë turistike të veçantë vizitën në këtë kala. Here in Albania. Jemi nga Gjermania, është hera e parë që vim këtu. Sapo kemi mbërritur, është një vend me histori interesante. Kalaja është e mrekullueshme, me një arkitekturë fantastike, po e shijojmë shumë ambientin në kështjell. Do të vizitojmë edhe muzeet që ka brenda saj. Flore. I think we like. Vim nga Gjermania, kemi ardhur grup dhe po vizitojmë qytetin e Gurt. Ka njerëz shumë mikpritës, ka një histori të veçantë. Është herë e parë që vizitojmë Kalan. Ka një arkitekturë të mrekullueshme. Çdo gjë është interesante. So we go now in the city. I'm from Germany. I like this car. Vi nga Gjermania. Kështjella është shumë e veçantë. Më pëlqejnë njerëzit, janë shumë miqësor. Kalaja dhe qyteti ka një arkitekturë dhe histori që se kam parë në asnjë vend tjetër. The castles, the old buildings. Kështjella e Argjiros ngelet një ndër monumentet më të vizituara që prej fillimit të vitit e deri tani, ku vizitueshmëria për muajin prill është 15.220 turistë. Gjirokastra nuk është e pasur vetëm me objekte të trashëgimisë historike dhe kulturore, por edhe me bimë medicinale, të cilat po tërheqin interesin e vizitorëve të huaj për të shijuar këto produkte. Turistët vlerësojnë shumëllojshmërinë e këtyre bimëve që gjenden në subjektet tregtare në qytetin e Gurt, jo vetëm për vlerat kurative, por edhe për natyralitetin që kanë. Çajrat, bimët medicinale dhe frutat e thata po fitojnë gjithnjë më shumë vëmendje, jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistët e huaj. Ata shprehen se përveç bukurive natyrore dhe destinacioneve unike që ofron Shqipëria, janë të impresionuar edhe nga pasuria natyrore që ofrohet në format e bimëve dhe frutave të thata, të cilat kanë ndikim të dobishëm në shëndetin e organizmit. Buy this and making tea of it. Jemi në Gjirokastër prej 12 ditësh dhe kemi vizituar vende të ndryshme. Kemi provuar gatime tradicionale. Njerëzit janë tepër miqësor me ne. Kudo ku kemi nevojë na janë gjendur pranë. Është mjaft interesante. Unë vuaj nga problemet me stomakun dhe këtu mora bime medicinale si çaj mali dhe kamomil, të cilat janë bio, janë mjaft të shijshme dhe më dhanë ndikim pozitiv në problemin tim. Yes, we like it very
Një turist tregon se ka provuar shijet e frutave të thata dhe se është mahnitur prej tyre. Ai thot se kur të kthehet në Holand, do të marrë me vete disa prej tyre edhe për miqtë e tij, për t'u ofruar atyre një pjesë të vogël të përvojës shqiptare. I like it because më pëlqejnë bimët medicinale këtu sepse janë bio dhe pa përmbajtje pesticidesh. Janë shumë me shije të mirë dhe kanë ndikim pozitiv në shëndetin e njeriut. Ka marrë dhe fruta të thata, më pëlqejnë shumë. Në Holland nuk gjejmë dot me këto shije. Do të marrë dhe për miqtë e mi. And I like it very much. Ndërkohë, për fermerët që kultivojnë dhe mbledhin bimë medicinale dhe fruta, por edhe për tregtarët ambulant, ky interes i shtuar për produktet vendase është një mbështetje e madhe ekonomike, duke ndikuar pozitivisht në të ardhurat e tyre dhe në zhvillimin e zonave rurale. Qendra Kulturore Fato Berberi vazhdimisht organizon aktivitete për promovimin e traditave të pasura të Gjirokastrës dhe transmetimin e tyre në brezat e rinj. Këtë herë ishin fëmijët e rretheve jashtëkollore të ciceronëve të vegjël dhe gjuhës angleze që zhvilluan një aktivitet të përbashkët në mjediset e Muzeut të Luftës së Ftohtë. Këta janë ciceronët e vegjël të qendrës kulturore Fato Berberi në Gjirokastër, në Muzeun e Luftës së Ftohtë. Për vizitorët, ata dhanë informacion mbi mënyrën e ndërtimit dhe funksionin e tij në kohën e socializmit. Informacionet u transmetuan edhe në gjuhën angleze, duke u shtrirë edhe në historikun dhe vlerat e muzeve të tjerë në qytetin e Gurt. Ndërtimi i qytetit është shumë i hershëm, është ngritur në shpatin e malit të gjerë, dhe kjo e bën edhe më të veçantë këtë qytet. This museum was built in the early 70s and construction work lasted about 15 years. During the communist period, its purpose was to shelter the former local leadership. Gjatë periudhës së komunizmit, strehimi i udhëheqjes lokale në rastin të një sulmi ushtarak, gjatë luftës së ftohtë, ishte funksioni i tij. Për këtë arsye, 3 nga hyrjet e tij ndodhen pranë godinës së ish komunitetit. Përpos këtij kursi që ka për qëllim përgatitjen e ciceronëve të ardhshëm, Qendra Kulturore e Fëmijëve po i jep prioritet edhe ngritjes së kurseve që kanë të bëjnë me traditat gjirokastrite. Ne kemi rrethin e ciceronëve të vegjël, do shoqërojnë guida turistike në gjuhën shqip dhe anglisht në muzeet e ndryshëm të qytetit, duke përfshirë edhe Muzeun e Luftës së Ftohtë. Rrethi i ciceronëve të vegjël funksionon pranë qendrës kulturore të fëmijëve si një element i veçantë ku fëmijët e shkollave 9-vjeçare trajnohen në mënyrë për shoqërimin e guidave turistike, kuptohet gjithmonë në lidhje me botën e tyre fëminore. Ne kemi rrethin e qëndisjes, kemi rrethin e këngës polifonike, të cilët përcjellin këto tradita, promovojnë këto tradita dhe aq më tepër i transmetojnë tek brezat e rinj. Qendra Kulturore Fato Berberi vazhdimisht zhvillon aktivitete në promovimin e traditave të pasura të Gjirokastrës dhe transmetimin e tyre te brezat e rinj. Motorët elektrik duket se janë kthyer në burim aksidentesh në qytetin bregdetar të Sarandës. Të gjendur përballë kësaj problematike dhe marrjen e masave për vimësi në këtë qytet, ku dhe numri i banorëve rritet gjatë muajve të verës, kryetari i bashkisë Oltion Çaçi ka kërkuar nga policia e shtetit patrullim më të shpeshtë, por edhe një ndërgjegjësim qytetar. Një turist e huaj u përplas nga një patin elektrike në shëtitoren e Sarandës. Asaj është dashur ndihma e qytetarëve të rastit për të kaluar tronditjen. Ngjarja e ndodhur vetëm pak ditë më parë shërbeu si sinjal alarmi që lëvizja me patina e skutera elektrik në shëtitore të mos lejohej më. Ndërkohë që vihet re shtimi i përdoruesve të këtyre mjeteve lëvizse, shumica e përdoruesve të cilëve janë adoleshent, në rritje është e do të jetë fluksi i të ardhurve me nisjen e sezonit turistik. Prandaj qarkullimi me skutera në shëtitoren e Sarandës, pa patur një korsi të posaçme, këtë pranverë vlerësohet si shqetësim dhe rrezik për këmbësorët. Ky shqetësim u përcoll edhe nga këshilltarët në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që mblodh një ditë pas episodit me turisten e huaj. Ne kemi ndaluar përdorimin, jo më larg se 4-5 ditë mos gaboj, ka patrulla gjithmonë, jo vetëm nga policia bashkiake, por edhe nga policia e rendit, të cilët janë gjithkohon në bulevard për mos të lënë apo për mos bërë të mundur, sidomos skutera dhe patinat të cilat krijojnë apo dhe i përdorin fëmijët edhe janë dhe pak adoleshentë apo në formë të papërgjegjshme, mund ndikojnë në aksidente të caktuara, të cilat mund të ketë pasoja. Policia bashkiake është gjithkohon prezent në bulevardin e qytetit, por megjithatë unë bëj thirrje se këtu ka nevojë për pak ndërgjegjësim nga banorët,
Ne me zipresim gjithu sezoni turistik të filloj, jo për t'i shtypur njerëzit, po për të mundësisht të marrë të ardhura nga ata, kështu që ju këshilloj apo dhe ju kërkoj thirrje që mos të përdorin motora apo skutera në bulevard, sepse është e vetmja, le themi, vend ku të gjithë duan të kalojnë bukur çdo mbasdite apo çdo ditë. Kështu që besoj kjo patjetër që do të gjithë angazhimin e forcave edhe të bashkisë, po edhe të policisë. Ne do jemi nga dëshmëri, do përdorim edhe gjoba në qoftë se ka nevojë. Për më tepër që tani Policia Bashkiake ka marrë dhe gjobat në, le të themi, zyrtarisht, por gjithmonë kryesore është thirrja është shumë e rëndësishme që njerëzit të ndërgjegjësohen. 5 tabela, nga të cilat 2 në hyrje, dalje të shëtitore së Sarandës dhe 3 përgjatë saj, kanë bërë që hyrja në shëtitore me këto mjete të cilësuara të rrezikshme të rallohet dukshëm, ndërkohë që edhe efektiv të policisë bashkiake asaj të rendit ushtrojnë patrullime në tërë gjatësinë e shëtitores. Me gjithë këto masa, nuk është arritur të eliminohet krejtësisht hyrje-dalja në shëtitore e njerëzve, kryesisht adoleshentë që përdorin patina, skutera elektrik apo sitikoko. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.